Miq, mirë se ritakojmë sërish në emisionin e takimin e përjavshëm këtë muaj begat Ramazanit, në emisionin Muaj i Shërimit. Do të jemi edhe sot për disa minuta në vijim për të njohur me një sëmundje e cila gjithsesi duhet kurohet dhe duhet të shërohet në këto ditë veçanta, pasi është mundësia më e mirë, mundësia e ardhë që i vjen gjithë secilit jo vetëm për të shtuar sevapet e tij, për të falur gjunahet e tij, por edhe për t'u lartësuar në zemrën dhe në shpirtin e tij. Dhe pikërisht lakmia ajo që shpesh na dëmton zemrën tonë, na dëmton besimin tonë, po gjithashtu na vështirëson dhe rrugtimin tonë drejt lartësimit hynor. Për të folur mbi këtë temë do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë shpjegimet e Hoxhës nderuar Hoxh Kushtrim Kelmendi. Hoxh, mirë se vini. Mirë se gjetëm. Hoxh, ne do të flasim sot për lakminë, e cila ka shumë, po themi, dispozita rreth saj dhe shumë këshilla, por ne do të fokusohemi tek kuptimi dhe disa pasoja rreth tyre. Fillimisht, çfarë është lakmia në konceptin islam dhe a ka një lakmi pozitive që mund të jetë ambicia e njeriut dhe një lakmi pastaj shkatëruese dhe të keqe? Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet dhe lavdata i takojnë vetëm Allah subhanahu wa taala. Atë falenderojmë dhe vetëm për ti mirësi dhe udhëzim të mirëfillt e kërkojmë. Salavatet ja dërgojmë me të dashur tonë Muhammed alayhis salam, shpëtimi i dy ditë veçumi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të ndershëm dhe për çdo besimtar dhe besimtare të cilët e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Fillimisht shfrytëzojmë nga rasti dhe momenti që të gjithë besimtarëve të besimit islam të urojmë agjerim të lehtë, vepra të pranuara, edhe dalim prej muajit të shenjtë të Ramazanit të amnestuar prej zjarrit të xhenemit. Ashtu sikurse edhe ju bët hyrjen e këtij emisioni, që kemi të bëjmë për çështjen e lakmisë, që është një sëmundje jashtëzakonisht e keqe e zemrës, që për të cilën është e nevojshme ko pas kohe të kujtojmë veten edhe të gjithë besimtarët rreth rreziqeve të kësaj sëmundje, për arsye se rreziqet e saj dëmtojnë besimin, dëmtojnë zemrën, dëmtojnë raportin, dëmtojnë shumë gjëra të tjera. Sa i përket lakmisë, kemi lakmi të keqe dhe lakmi të mirë. Lakmi e keqe është ajo lakmi e cila dëshiron nëpërmjet rrugëve të jo legjitime ose do të thoya nëpërmjet rrugëve haram, që të arrin deri tek një çështje e caktuar, qoftë e pasurisë, pozitës edhe të ngjashme. Ku nëpërmjet lakmisë së keqe mundohet që njeriu të shfrytëzon momentin dhe të dëmton të tjetrin, edhe duke mos japur mund dhe sakrificë, vetëm të arrin tek një çështje e caktuar. Në krahasim me lakminë e mirë, e cila është pozitive, që është ambicie faktikisht, ambicie të cilën duhet të ketë çdo besimtar për me arritur tek një respektive të pasuria, nëpërmjet rrugëve të lijuara halal, nëpërmjet punës, angazhimit, sakrificës, bashkëpunimit, edhe mënyrave të tjera që e bëjnë njeriu të ketë ambicie për me arritur tek një qëllim i caktuar, por nëpërmjet rrugëve halal dhe të lijuara. Pra, ambicia është e kërkuar tek besimtari, besimtari duhet synojë të jetë pse jo i pari, pse jo më i miri, nëse Zoti i ka dhënë mundësi, po gjithmonë ajo që bën diferencën pastaj janë rrugët e lejuara ose ato të ndaluara. Po, gjithsesi faktikisht ambicia është një prej çështjeve për të cilat Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, në shumë ajete kuranore, gjithashtu edhe pejgamberi alayhis salam na ka inkurajuar që të punojmë, të angazhohemi dhe të mundohemi që të jemi çdo herë sa më lart në atë aspektin e kuptimit shpirtëror, gjithashtu edhe në aspektin e kuptimit material ose të pozitave të ngjashme. Por ajo që kërkohet, kemi ajetin kuranor ku thotë Allahu wasari'u ila maghfiratin ila rabbikum, të shpejtoni dhe garani tek falja e Zotit të Madhërisht. Gjithashtu ka thonë pejgamberi badiru ila amal, mundoni që të jeni të parët në kuptimin e arritjeve të punëve të mira. Gjithashtu kemi rastin e Jusufit alayhis salam, pasi që doli për burgut të kërkoi prej, domethënë që të marrë një përgjegjësi të caktuar, për shkak se dinte se veten është jo që lakmante në pozitë të caktuar, por e dinte që ishte plotësisht kompetent
për të kryer çat punë për të cilën njerëzit e tjerë nuk mundin që të kryejnë në mënyrë të devotshme, të përkushtuar, por Jusufi alayhis salam e kërkoi, do të thonë se tash kjo ka qenë lakmi e tij për pushtet ose për pozitë ose për pasuri, asa ka qenë dëshira e tina që të kërkoj që kjo punë dhe që është me përgjegjësi jashtëzakonisht e madhe të kryen ashtu sikur kërkohet për një besimtari të devotshëm respektivisht për Jusufit alayhis salam. Ndërsa lakmia e keqe është ajo lakmia e cila çon njeriu në padrejtësi. Pra mund të themi se personat e përfshirë në korrupsion, në vjedhje, në mashtrim, janë njerëz që kryesisht vuajnë nga lakmia. A është po themi lakmia e qortuar ajo rrugë e cila e përfshin njeriu në padrejtësi të mëdha? Po, gjithsesi që për me arritur tek njeri i cili është lakmitar, nuk e shqen rrugën e cila e çon ato deri te pasuria. Thjesht ai çdo rrugë, edhe nëqofshin ato haram, të ndaluara, ai e shfrytëzon. Pavarësisht a e dëmton të tjetrin, a e lëndon të tjetrin, a e nënçmon të tjetrin, apo e shantazhon të tjetrin, thjesht. Tash në këtë rast e kemi kur lakmia e dëmshme, në këtë rast që e përmendet ju çështjen e korrupsionit. Fetarisht pëlqehet edhe është edhe vepër shumë e mirë kur njeriu ndërmjetëson të dikush që i shkon fjala për me kryer dikujt një punë. Ndërsa në ditën e sotme që shohim shumë njerëz nuk ndërmjetëson pa korrupsion, pa kërkuar shpërblim prej teje, njëkohësisht pa kërkuar shpërblim edhe prej atij në që të përfiton. Kjo përfitim është e ndaluar, kjo është haram. Për arsye se po merr pasurinë e të tjetrit padrejtësisht, ç'është çështja e korrupsionit. Sa njeri e meriton një vend pune të caktuar ose një pozitë të caktuar që faktikisht ja ka bërë mundin në kuptimin e studimit ose e dijes së të ngjashme, por nuk ka mundësi që të arrijë deri te ajo pozitë pa jap rushfet ose ngjashme për me arritë çat pozitë. Thjesht edhe pse ka atë përgatitjen profesionale, ka gjithë ato mundësi që të jetë edhe është njëri kompetent për me qenë për qatë punë, nuk e japin mundësinë për arsye se kjo është diçka e përditshme që e shohim në përditshmërinë tonë çështjen e korrupsionit, e mashtrimeve, e të ngjashme. Ju thatë se lakmia është dhe me pozitë, pra është dhe kundërta dikush i jep para për të marrë një pozitë, edhe pse ndoshta nuk e meriton. Edhe kjo është një formë e qartë e korrupsionit. Po, gjithsesi, edhe kjo është jashtëzakonisht e dëmshme për individin e për shoqërinë kështu më radh. Ndërkohë, si ndikon lakmia në kënaqësinë e jetës së njeriu? Çfarë po themi efekti ka në cilësinë e lumturisë dhe qetësisë së tij? Realisht, Zoti i Madhreshëm na ka krijuar këtë jetë që të jemi të lumtur. Edhe çdo vepër e cila është halal edhe e lejuar, ajo e lumturon njeriu. Edhe çdo vepër e cila është e ndaluar, kjo bën njeriu që të më qenë i pakënaqshëm. Tash çdo smundje për smundjeve të zemrës, janë ato të cilat e bën njeriu që mos ndihet mirë edhe mos jetë i kënaqur. Një prej tyre është edhe çështja e lakmisë. Lakmia asnjëherë nuk e bën njeriu që të më qenë i kënaqur. Për arsye se nëse fjala vjen me një tregti caktuar i fiton 500 euro, dëshiron që ti ketë 1000, ti kisha pas 1000, isha kur më i kënaqur. Në momentin kur e fiton 1000, prapë nuk është i kënaqur, dëshiron 2000. Ashtu sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, asgjë nuk e bën të kënaqur birin e Ademit alayhis salam, sikur se ti kesh 2 lugina me ari, do të kërkonte të tretën e të katërt e kështu me radhë. Thjesht edhe këto ne e shohim në përditshmërinë tonë, sa njerëz janë të pangopshëm në kuptimin e asaj që dëshirojnë përfitojnë, sa që nganjëherë përdoret një gjuhë e popullit që thonë mundohen edhe kafshatën e bukës pe gojës me ta marr, vetëm që të kenë si pjesë së pronë të tyre. Thjesht kjo e bën ata që kur mos me qenë të kënaqur. Për arsye se nuk janë të kënaqur me caktimin e Allahut. Në moment kur njeriu është i kënaqur me caktimin e Allahut, atëherë lakmia eliminohet në tërësi. Çfarë pasojë ka kjo sëmundje në raportet ndërnjerëzore, kur ajo përhapet në shoqëri dhe bëhet pjesë e gjithë shoqërisë dhe jo vetëm e individëve të caktuar? Paralelisht kjo ka pasojë jashtëzakonisht të këqija dhe negative. Që njeri i cili është lakmitar, ai mendon që ta ngop vetëm se egon e tina. Edhe nuk i intereson asgjë tjetër. Edhe kjo ndodh që të prishet vëlla me vëlla. Të
ketë konflikt njerëz të cilët kanë një biznes të përbashkët, për arsye se dëshiron secili prej tyre të përfiton më shumë se sa tjetri. Pastaj ndodh që të ketë gënjeshtra në mesin e tyre, mund të ketë mashtrime, të ketë ngjashme. Thjesht lakmia është një prej burimeve jashtëzakonisht të fuqishme në prishjen e raporteve të njerëzve në mes veti. E gjithë kjo është se ata nuk janë të kënaqur me caktimin e Allahut. Me të vërtetë kur njeri nuk është i kënaqur me atë të cilin ja ka caktuar Allahu, atëherë kjo ndodh që të prishin raportet e mes veti. Sa herë që po flas diçka, çdo më bën në mend një shembull i caktuar që ne e shohim edhe jetësojmë në jetën tonë përditshme me njerëz të cilët ne jetojmë, se çka ndodh lakmia që të prishin njerëz të cilët ndoshta me femirinë kanë pas të përbashkët, rininë e kanë pasur të përbashkë, moshën e biznesit e kanë pasur të përbashkë, për një moment, për një element shumë të vogël, ka ndodhur që njëri ka pas lakmi më shumë se sa tjetri, edhe janë prishur raportet, ndoshta ato raporte kanë qenë raporte familjare që janë prish si do thoya disa familje vetëm për shkak të lakmisë të një individit. Edhe me të vërtetë kjo është jashtëzakonisht e dëmshme për shkak se janë prish shumë raportet e mira të miqësisë për shkak të një individi i cili e ka dominuar lakmia zemrën dhe shpirtin e tij. A mund të themi se lakmiqari është dhe egoist, është asocial, është njeri që shef vetëm egon dhe interesin e vet. Pra, nëse shohim veten së pari, se ndoshta për të tjerët është më lehtë, por nëse shohim veten që kemi shenja egoizmi, mund të themi se kjo buron nga lakmia që kemi, nga sëmundja e lakmisë. Gjithsesi, egoizmi është produkt i lakmisë. Njeriu i cili është egoist, domosdoshmërisht është si rrjedhoj të cilën ai është lakmitar. Lakmitari që ata që dëshiron vetëm për veten e tij. Nuk mendon që të jetë solidar, nuk mendon që të jetë human, nuk mendon që të jetë bashkëpunues me bashkëpunëtor, me shok, me miq, me familjar. Sa shohim na për shembull në botën e tregtisë. Njeriu e ka një biznes të caktuar. Momentin që vjen dikush e hap një biznes të afërt me ta ose ngjashëm me ta, ndoshta kanë pas raporte shumë të mira, por i shkusin raporte për arsye se ju ka bërë konkurrencë në biznesin e tij. E ai nuk e kupton se kjo është çështje, më thënë, e caktimit të Allahut. Ata që ta ka caktuar Allahu, sikur do të thotë këtë dynjaja nuk mund me ta marr. Pa dhe tjetër ata që nuk ta ka caktuar Allah, sikur do të jepsh mundin e këtë dynjas, prapse nuk mundesh me marr vetëm ata të cilën ta ka caktuar Allahu. Kështu që egoizmin duhet të largojmë, duhet ta luftojmë, për arsye se kjo është e dëmshme mas pari për vetë individin, se njeriu i cili është lakmitar, ai më shumë ti çka i bën zullum është vetes tij. Mas shumë ti, i bën padrejti vetes së tij. Nuk është i qetë, nuk është rahat, nuk ndihet i qetë në raport me të tjetët, me kolegë, me bashkëpunëtor, me biznise, me shoqëri kështu me radhë, për arsye se gjëra mendon vetëm se për veten e tij. Kur mendon vetëm sa që të shet ty, mendon se çka më përfitu për te në kuptim për veten e tij. E nuk mendon se si krijon raporte miqësie, dashurie, respekti me ty, po mendon se çka të përfiton ose si më dëmton ty që e marr një mirësi që ekipi mirësive të cilat ka bekatuar Allahu. Thjesht dëmin më të madh ja bën vetit, edhe zullumi më të madh ja bën vetit para se t'ia bën dikujt tjetër. Dhe kuptohet që ai dëmton shumë për vetes së tij, por ky egoizëm a mund të shkojë në një nivel dhe pak më të lartë duke dëmtuar dhe të tjerët, duke i mashtruar, duke i gënjur. Pra është lakmia një rrugë e butë, e pandjeshme, e cila pastaj të shon edhe në padrejti të mëdha, siç është mashtrimi, gënjeshtra. Njeriu kur mësohet me një rrugë të caktuar, ai bëhet i mund ndaj sajna, si në aspektin pozitiv, gjithashtu edhe në aspektin negativ. Tash njeriu i cili është lakmitar, ati çdo vepër që bën i duket e zakonshme dhe e natyrshme. Edhe asnjëherë nuk mendon që ai ka nevojë të reflekton përballë këtyre veprave të cilat i ka bërë. Sa thjesht i krijohet një lloj si bëhet ai njeriu si më qenë njerëz e dehur që nuk din asgjë as për veten e tyre, dhe i duket çdo gjë e mirë. Edhe lakmitari në këtë rast bëhet në atë mënyrë që e sheh vetëm se veten e tij, nuk i sheh të tjerët. Edhe në këtë mënyrë
ai mundohet që prej raporteve me të njerëzit të përfitoj duke i damtuar ose duke përfituar në kurriz të tyre, edhe thjesht mendon që vetë po përfiton, e ndërsa të tjerët edhe pse i damton ose i lëndon nuk e ka dert. A mund të ndodhë që edhe pse ka lakmi të fortë, nuk arrin të zotëroj asgjë nga ato që ai dëshiron, pra t'ju marrë të tjerëve, dhe mund thotë që ja, unë akoma nuk kam marrë askujt asgjë dhe nuk kam mashtruar asgjë. Po ndërkohë brenda vetes ndjenja është shumë e fortë. Mund të ndodhë kjo situatë? Po kjo gjithsesi se sa për njerëzve kanë pasuri të bollshme, po në shpirt janë të varfër. Sa njerëz janë në kuptimin nuk kanë pasuri të bollshme, por në shpirt janë shumë të pasur. Thjesht lakmitari edhe në kuptimin, edhe nëse e ka apo nuk e ka, ai prapë është i pangopur në shpirtin edhe zemrën e tij. Kështu që ka pi lakmitarëve që arrin qëllimet e caktuar, edhe me një mënyrë ndoshta në kuptimin e dunjas përfitojnë, po e keqja është ata lakmitarë të cilët nuk kanë arritur asgjë prej përfitimit në atë aspektin e dunjas, por prapë i mbetet as përfitimi i dunjas, as përfitimi i ahiretit para Allah subhanahu wa taala. Kështu që në çdo mënyrë parën apo tjetrën, ajo është e dashme për secilin prej njerëzve. A është lakmia një sëmundje që prek vetëm të varfrit apo prek edhe të pasurit? Cilën kategori e rrezikon më tepër lakmia? Realisht, kjo ka të bëjë, më mendoj që kjo ka të bëjë me individin, me personin. Lakmia i prekse të gjithë, si të varfrit, gjithashtu edhe të pasurit. Por ndoshta tek pasurit përgjegjësia është më e madhe, për arsye ata kanë. Edhe lakmojnë diçka për të cilën dëshirojnë akoma më shumë që të zotrojnë. Pra pritet ndoshta prej të varfrit që të preket ndonjëherë prej lakmisë, sepse i shef shumë aspekte dhe nuk i ka shijuar, po i pasuri i cili i varfrit mendon se të ketë një jetë më të mirë, të ketë një për veten, për fëmijët e tij e kështu me radhë. Po për ti kërkohet sado që të jetë lakmitar, por duhet që të punon dhe të angazhohet që asnjëherë në asnjë rrethon të del prej dispozitave të halalit. Sa shohim na janë të varfër nganjëherë për një send shumë të vogël e prish njëtin e tij, e prish veprat e tij, diçka, sidomos kur ata të cilët merren me punë humanitare, që kanë në atë kuptim kanë raporte me të varfër, është se sa betimi bëhet, sa beja, sa send e të ngjashme, vetëm për me arrit fjalave një pak ushqimore, ka marrë një, mundohet që të merr të dytën, të merr të tretën, të merr të katërtën, edhe mënyra të ndryshme, duke mashtruar qoftë në kuptimin e dokumentave, qoftë kuptimin e regjistrimit, qoftë kuptimin e ndryshme, edhe thjesht edhe sido që të jetë lakmia është e përfshim sikur të pasit edhe të varfrit, por të varfrit me të vërtetë unë do të thoja që ata do të më qenë më të kujdesshëm, më ndërgjegjshëm, sa për arsye se e dinë se çfarë gjendje jetojnë, edhe në këtë mënyrë të damtojnë të tjetrin, është me të vërtetë është jashtëzakonisht e dëmshme. Ndërkohë, historia, kryesisht historitë kuranore, hadithet e Profetit alayhis salam, përmendin ngjarje të lakmiqarëve të mëdhenj, të cilët kanë arritur pasuri shumë të mëdha, por në fund kjo i ka sjellë një shkatërim të jashtëzakonshëm sa kanë ngjerur në histori për të keqen e tyre. Çfarë mund të veçonin për këtyre histori? Po kemi në Kur'anin familjar kemi raste të ndryshme, kemi rastin e Karunit, pastaj kemi rastin e Ben Israilëve e të tjerë që rasti i tij ka pasur pasuri jashtëzakonisht të madhe. Por atë pasuri asnjëherë nuk ka qenë falendërues ndaj Allahut. I ka pasur dy elemente në kuptimin e raport me pasurinë. E para ka qenë lakmitar, që s'ket akoma më shumë, edhe e dyta ka qenë mend e madh. Se është për çudi që një pjesë e madhe e njerëzve të cilët arrin një pasuri jashtëzakonisht të madhe, atëherë ata mendojnë që gjithë kjo është si produkt i punës së tyre, angazhimit të tyre, edhe si rezultat i aftësive të tyre për me që kanë arritur në këtë pozitë ose në këtë shkallë të qenë të pasur. Pra çdo i suksesshëm është i rrezikuar nga mendjemallësia, sepse pozita e tij e lartë shpesh i bën të shohin të tjerët më të vegjël. Jo më të vegjël, po si shohin hiç fare, ndoshta nuk i shohin as
e keqja që ndoshta nuk është as qenie njerëzore. E shohin sikur rasti i Karunit, ka qenë se e ka pa veten me atribute dhe cilësi të Zotit të Madhreshëm, edhe për atë Allah subhanahu wa taala e ka shkatruar atë edhe pasurinë e tij në tërësi. Njeriu sa do të ketë, do të më qenë falendërues ndaj Allahut. Si nëse ka shumë, do të jetë akoma shumë falendërues ndaj Allahut, por ata që nuk kanë mjaftuar, do të jenë falendërues, edhe ata që kanë shumë më pak, do të jenë falendërues ndaj Allahut. Për arsye se me falënderim ndaj Allahut e ke treguar atë raportin dhe sinqeritetin tënd të sinqert me Allah subhanahu wa taala, edhe në anën tjetër je i kujdesshëm duke qenë solidar, human edhe modest ndaj njerëzve të cilët nuk kanë. A mund të çoj lakmia dhe në haset, dhe është haseti një gradë më e rëndë e sëmundjes së zemrës? Po gjithsesi, tash këto sëmundjet e zemrës janë të lidhura njëra me tjetrën, janë të gashëtuar njëra me tjetrën. Lakmia është një derë për dyrëve të hasetit dhe xhelozisë. Xhelozia është jashtëzakonisht e dëmshme, për të cilën ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, me të vërtet xhelozia i shuan veprat e mira, ashtu sikurse zjarri i shuan nëse i kall ato drut. Kështu që çdo sëmundje e zemrës, i shuan veprat e mira të cilat i ka bërë njeriu. Për atë, kur flasim për këtë temë, e veçanërisht tash jemi në muajin e shejtë Ramazanit, është mundësi jashtëzakonisht e artë që secili prej neve të reflektojmë përballë këtyre dobësive ose sëmundjeve të cilat në dëmtojnë me një mënyrë apo tjetër. Thjesht njeriu të agjeron një muaj të shejtë Ramazanit, në fund për shkak të një sëmundje të cilën nuk e ka kuruar mirë, ti humb të gjitha këto, me të vërtetë është e dëmshme, ose të bën vepra të ndryshme të mira, e pastaj për shkak të një sëmundje që nuk ka qenë i kujdesshëm në raport me ta, i ka humb të gjitha këto vepra. Gjitha këto janë gjëra të dëmshme për të cilat kërkohet secili prej neve të reflektojmë edhe të jemi sa më shumë të kujdesshëm, mos të prishim raportet tona fillimisht me Allahun, pastaj edhe me krijesat. Ne kuptuam fillimisht që lakmia e shkatron njeriu, e bën atë që të vuaj vazhdimisht sepse nuk i mjafton ajo që ka. Tham që dëmton dhe të tjerët sepse mundohet që përmes rrugëve jo ligjore dhe të ndaluara të zotërohet pasuri dhe pushtet, por ndërkohë ju thatë që lakmia dëmton dhe raportet e besimtarit me Zotin e tij, pra dëmton dhe cilësinë e devotshmërisë së tij. Si ndikon kjo? Po kjo ndikon në shumë mënyra. Kur njeriu që është lakmitar, mundohet që të arrijë drejt tek qëllimet e tij të caktuara, fjalëve të pasuria, në çdo rrugë, qofshin ato rrugë të haramit. Tash njeri për marrën çështjen e shitblerjes. Del lakmitari në pazar, në treg, që bën shitblerje. Atëherë nuk i përmbat rregullave dhe dispozitave të cilat janë të lejuara në kuptimin e tregtisë, po bën mashtrime dhe tradhti për shkak për me arritur tek një pasuri më e madhe. Edhe tash në këtë rast e ka mashtruar të tjetrin. Përderisa e ka mashtruar të tjetrin, e ka treguar që me këtë rast e ka humbur devotshmërinë e tij. Ose fjala vjen të marrim çështjen e njerëzve të cilët ditën e xumë. Na dim se koha ku nuk lejohet puna është në kohën kur falet namazi i xumës, që e periudha kur pra i vetmi rast kur puna nuk bën thjesht nuk bën me punë, koha e xumës. Koha e xumës, është një pyetje faktikisht maksimumi gjysore, maksimum 30 minuta, 7 ditë. Po, brenda 7 ditë. Kështu që tash njerëz ndoshta në çat moment lakman mendon që po humb shumë, mendon që ka me bankrotu për shkak që po punon ka gjysore, edhe ndoshta ndodh sa për njerëzve ndoshta i pengojnë punëtorët e tyre që mos shkojnë në xhumat të falen, ose nuk e mbyllin dyqanin, që ajo nuk është prej kohë kur lejohet, domethënë të përfitohet ose të bëhet tregtia. Thjesht tash bën shumë shkelje, edhe me këtë rast e humb domethënë atë devotshmërinë e tij në raport me Allahun subhanahu wa taala. Edhe në shumë raste të ndryshme, domethënë tregojnë se lakmia është një prej
shkaqeve që e humb devotshmërinë e njerëzit në raport me Allah subhanahu wa taala. Nëse menaxhojmë si duhet këtë ndjenjë e cila fillimisht ndoshta fillon si ambicie dhe si aspirat, a mund ta kthejmë në anë pozitive duke e menaxhuar këtë lakmi për të bërë vepra të mira dhe për të qenë i pari, por në ato punë dhe vepra të cilat janë të shëndetshme për zemrën, po dhe të dobishme për njerëzit. Po, gjithsesi lakmitari në momentin kur dëshiron që të largon lakmin e tij, ai vetëm se i ndjek rrugë legjitime. Dallimi mes lakmisë së mirë dhe lakmisë së keqe janë rrugët e cilat dërgojnë tek të pasuria, ose tek pozita ose të ngjashme. Tash në momentin kur një njeri, një besimtar, është duke punuar halal, edhe është duke ndihmuar të tjerëve, është duke jepur sadaka, është duke bashkëpunuar me të tjerët, thjesht kjo është ambicie e lejuar për të cilën e lavdëron dhe na inkurajon Zoti i Madhreshëm. Në krahasim me ato që është ndaluar, që i ndjek rrugët e haramit, nuk i zgjedh metodat, nuk shqetëson apo dëmton ty apo nuk dëmton ty vetëm për marrë tek pozita e tij ose tek lakmia e tij, atëherë është dëmshme kjo, por njeriu i cili është besimtar, e ka frikë Allahun, është i kënaqur me atë që ja ka caktuar Allahu, edhe e ndjek rrugën e halalit, edhe në këtë mënyrë, domethënë arrin tek një ambicie e mirë e përkushtuar për me punu më shumë edhe me kur më i dobishëm. Zoti shpëlbeft për të këshilla dhe këto orientime. Amin dhe ju inshallah. Nërmiq, këtu e mbyllim takimin e sotëm, folëm për lakmin, kjo është mundësia e garës për të qenë të parët, por se në bamirësi, në bujari, në ndihmë ndaj të tjerëve, në adhurime, në dua. Dhe gjithsesi ky muaj nuk duhet të jetë garë për lakmi, për të zotëruar atë që Zoti ja ka caktuar dikujt tjetër, për të zotëruar atë e cila nuk na takon dhe nuk e meritojmë. Prandaj të ruhemi nga lakmia, por se gjithmonë duke patur ambicie për të qenë më të mirët në garat e dobishme. Unë falenderoj që na ndoqët dhe miru takofshin në emisionet e tjera.